largohesh nga një forcë politike. Në momentin që largohesh nga një forcë politike dhe vazhdon rrugtimin tënd për pakënaqësitë tua, në bizneset e tua, në punët e tua, është diçka. Në momentin që ti në prag të zgjedhjeve largohesh nga një forcë politike dhe direkt hypën në prerje në një forcë tjetër politike, të cilën jo më larg se pak javë përpara. Nuk po gjykoj fjalën e fundit, jo, këtë po e gjykoj unë. Unë e marr të drejtën ta gjykoj si qytetar. Në momentin që ti direkt hypën në prerje në një parti tjetër, ndaj së cilës ti ke thënë të fundit, ke anatemuar të fundit, atëherë ai është pazar. Jam dakord me këtë dhe mund të bie dakord edhe me mendimin tuaj. Asnjë forcë politike nuk ka në një kohë sot madhe nga kjo. Jo, po tani ta minimizosh. Po ta garantoj unë që jo. Po të marr një shembull. Figura për shembull që bëri. Të marr një shembull, unë njoh një qarkun e Beratit. Kur është larguar, është shumtuar saqë sinqerisht domethënë vetëm deri ka bër, jo LSI, por çdo lloj partie, se vetëm idenë që ti i jep të gjithë asaj rinie që do që të angazhohet në politik, që ti shumë thjesht nga një angazhim 15 vjeçar, brenda një muaj, për pakënaqësitë e tua. Mund ta kundërshtoj me një shembull këtë që në qarkun e Beratit. Në qarkun e Beratit, ku partia ish LSI-ja, sot Partia e Lirisë ka pasur bastion të saj, ka marrë dikur edhe 2 mandate. Në 2021 nuk arriti do të merrte një mandat. Se një person me impakt dhe me elektorat dhe mbështetës të konsiderueshëm në atë qark, si zoti Nasip Naço, u largua nga LSI-ja dhe shkoi tek elektorale. Tani nuk di ta them, por fakti është ky. Një sekond. Ku e ke Nasip Naço? Fati vet politik me zonë. Është fati vet politik. Atëherë të tërë këta do bëhen, nuk po them pishman, por realisht ai po hedh të vetët me cilët ka bërë 10 vjet. Se ky është tjetër diskutim.